Një shqyrtim historik i predikimit ekspozues. Shkrimet të zgjedhura. Tani le të kthehemi për një çast te 2 Korintesve. Nuk do të provoj t'ju jap ndonjë formë ekspozimi, por në thelb do të përpiqem të bëj një shqyrtim historik shumë të përgjithshëm. Megjithatë do ta bëj. Le të shkojmë te 2 Korintasve 4 për ta kthyer mendjen tonë në drejtimin e duhur. Prandaj, duke pasur këtë shërbim, siç u përdallyem, nuk ligështohemi. Ne mohuam gjërat e turpshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur në dinakëri, duke mos shtrembëruar as pak fjalën e Perëndis, por duke shfaqur të vërtetën, ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndis. Dhe nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar, është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i kësaj bote u averboi mendimet e atyre që nuk besojnë që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndis, të mos ndriçojë tek ata. Sepse nuk shpallim veten tonë, por Krishtin Jezus, Zotin, ndërsa veten tonë shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit, sepse Perëndia që tha, le të ndriçojë drita në errësirë, është i njëjti që ndriti në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndis në fytyrën e Jezu Krishtit. Bukur. Herën e fundit kuptova diçka që doja t'ju tregoja, dhe dëshiroj t'ju jap thjesht si një ide shtesë përpara se të vazhdojmë. Në librin me titull Predikimi i fjalës së gjallë, Preaching the Living Word, i cili mendoj se u shkrua në nderim të Dick Lucasit, Pekeri jep 5 arsye, 5 faktor se pse ka mungesë të predikimit ekspozues. Herën e fundit tham se ka 3 arsye, të cilat ka të ngjarë ti keni harruar tashmë. E di që unë për vete i kam harruar, dhe kjo është arsyeja pse do të më duhet t'i përmend sërish. Në fakt, Pekeri jep 5 arsye dhe mendova që duhet t'i dini të gjitha. Ai thotë se e para është kjo. Mbizotërimi i asaj që nuk mund të quhet predikim ka bërë që të humbas çdo lloj vetdijeje në lidhje me faktin se çfarë është predikimi i vërtet. Këtë e përmendëm, por nuk e sqaruam dhe aq shumë herën e kaluar. Mbizotërimi i asaj që nuk mund të quhet predikim ka bërë që të humbas çdo lloj vetdijeje në lidhje me faktin se çfarë është predikimi i vërtet. Së dyti është fakti që predikimi tematik, ndryshe nga ai tekstual, është bërë i zakonshëm. Së treti janë pritshmëritë shumë të ulëta, me të cilat njerëzit vinë te predikimi dhe dëgjimi i tij. Pritshmëritë e ulëta bëhen egoiste. Ne presim pak dhe prandaj marrim pak. Ne presim të japim pak, prandaj japim pak. Së katërti, dhe për këtë jam i sigurt që ai e mori nga Martin Lloyd Jonesi, e folura e pushtetshme shihet me dyshim. Nëse ju kujtohet, mendoj se në librin Predikimi dhe predikuesit, Preaching and Preachers, Martin Lloyd Jonesi përmend tiparin e Stanley Baldwinit, i cili ishte një folës shumë i dobët. Në fakt, ai e përdorte këtë në fushatën e tij politike për të thënë: "E dini çfarë? Nuk jam një nga këta folësit e pushtetshëm, të cilët janë tipa shumë të dyshimt. Jam thjesht një folës i mirë dhe i thjesht. Prandaj duhet të më besoni mua për shkak se s'mund të flas, në vend që t'i besoni atij, pasi ai mund të flasë aq qartë." Dhe kjo sigurisht nuk është e pazakont. Së pesti, ai tha se në të shumtën e rasteve, çështjet frymërore shihen si të parëndësishme. Çështjet frymërore shihen si të parëndësishme. Dhe rrjedhoja e kësaj është kjo. Pse ta jepni mësim Biblën dhe të vini, për shembull, te rëndësia e paqëtimit ose te natyra e shlyerjes zëvendësuese, ose te rëndësia e të vdekurit ndaj vetes, ose te të jetuarit në fuqinë e frymës? Pse të shqetësoheni për të gjitha këto pjesë shtesë informacioni pa lidhje, kur njerëzit janë thjesht të shqetësuar për mënyrën se si mund të kenë marrëdhënie domethënëse me bashkëshortet e tyre, ose si ta frenojnë veten që të mos e gjuajnë me shkel macen në mëngjes, pasi gjithçka u ka ardhur në maj të hundës? Mendoj se ajo arsyeja e pestë është ndoshta edhe më e goditura nga disa prej tyre. Ja pse nuk duhet të fillojmë me pyetjet që po bëjnë njerëzit, por duhet të fillojmë me pyetjet që bën Bibla, në mënyrë që njerëzit të ballafaqohen me pyetjet e Biblës, në vend që ta përshtatin Biblën me pyetjet që po bëjnë ata. Ky ishte informacioni shtesë për herën e kaluar. Tani do të kalojmë te shqyrtimi i shkurtër historik i predikimit. Ky është një nga ato raste kur e shoh pjesën më të madhe të këtij materiali dhe them: mos, duhet ta kem kopjuar të gjithën këtë, pasi është me të vërtetë shumë i mirë. Në disa pjesë të tij, e megjithatë, as që e kam idenë se ku e gjeta saktësisht. Prandaj, nëse në fund vini dhe më tregoni se ku e vodha saktësisht, atëherë të gjithë do të përfitojmë prej kësaj dhe mund ta vendosim në kaset, të paktën në kapakun e saj. Po e bëj këtë gjë pasi po mendohesha mbrëm dhe thash: e di çfarë? Mund të jetë dikush që thotë: nuk është fare e drejtë nga ana jote që ti thuash gjërat në atë mënyrë. Ndoshta edhe sot kjo nuk është aq e ndryshme nga mënyra se si njerëzit janë qasur predikimit në të shkuarën. Në fakt, kësaj here dëshiroj t'ju vë në dukje
që presupozimet tona bazë në lidhje me natyrën e predikimit të vërtet do të përcaktojnë karakterin dhe stilin e shpalljes sonë. Presupozimet që sjellim me vete në këtë detyrë përcaktojnë mënyrën se si do të përfshihemi në të. Nuk ka asgjë të shkëlqyer në këtë që thash. Kjo është shumë e qartë. Gjithsesi, dua ta them atë që është e qartë. Më duket e dobishme dhe ndonjëherë kështu duket edhe të tjerëve. Në ndritën e kësaj, le të shohim shkurtimisht predikimin, siç e gjejmë në Bibël dhe në Kishën e hershme. Sërish do të bëj disa përgjithësime të mëdha dhe do t'ju jap si detyrë shtëpie që të shkoni dhe të plotësoni vendet bosh. Predikimi në Bibël. Kur e lexojmë Biblën, që nga fillimi, madje edhe para se të themelohej priftëria zyrtare, në shkrimet e Dhjatës së Vjetër zbulojmë që funksioni priftëror në familje përmbushet nga babai, ndërsa ai u tregon fëmijëve të tij për mëshirën e besëlidhjes së Perëndisë. Ai ka grigjen e tij të vogël, nëse mund ta themi kështu, dhe ai e kupton që Perëndia i ka dhënë përgjegjësinë për t'i udhëzuar fëmijët në udhët e Perëndisë. Nuk mendoj se kjo është për t'u habitur në ndritën e faktit që te 2 Pjetrit Noeu konsiderohet ose cilësohet si predikues i drejtësisë, pra që ai në fakt ishte një predikues. Nga të gjitha mënyrat e tjera në të cilat mund të ishte përshkruar, ai u përshkrua kështu. Ne zbulojmë se kur pleqt u caktuan në kohën e Mojsiut, ata profetizuan. Ata bën profeci, megjithse më vonë nuk bën më. Numrat 11:25. Nuk e dim se për sa kohë profetizuan ose kur ndaluan, por dim se pleqt e caktuar në kohën e Mojsiut profetizuan. Në Dhjatën e Vjetër zbulojmë shfaqjen e një modeli, dhe ky model në thelb ka mësimin profetik. Mësimi profetik në këtë kuptim, që një burr dërgohet nga Perëndia për të shpallur fjalën e gjallë të Perëndisë në kohën dhe brezin e vet. Kështu, njeriu të Perëndisë i jepet fjala e gjallë e Perëndisë për ta sjellë në kohën dhe brezin e tij. Nëse përdor frazën dimension profetik, pikërisht këtë kam në mendje kur e përdor. E di që të tjerët e përdorin ndryshe, por unë vetë këtë kam në mendje. Kur konsideroni, për shembull, ata që u caktuan në kohën e Jozafatit, gjë që e keni te 2 Kronikave dhe nuk ju shqetësoj me shumë referenca, por te 2 Kronikave 17 dhe mendoj se është vargu 9. Në vargun 8 kemi një listë të gjatë emrash, të cilët do t'ju kërkoj t'i praktikoni me bashkëshorten tuaj. Çfarë po bënin këta individ te vargu 9? Kështu ata dhanë mësime në Jud, duke pasur me vete librin e ligjit të Zotit. Ata kaluan në përtër qytetet e Judës, duke e mësuar popullin. Këto janë gjëra shumë të qarta. Nuk do ta mbroj këtë që po them. Thjesht dua të theksoj faktin se kur mendojmë për atë që po bënte Perëndia kur ngrinte individ, ai po e bënte shumë të qartë që ata do të shkonin në përtër vendin me librin e ligjit të Zotit, dhe ata do t'i kishin thënë atij: "Ja ku po vinë njerëzit me pergamena. Le të shkojmë dhe të dëgjojmë atë tipin me pergamen. Na trego diçka nga pergamena." Ata nuk prisnin që ai të kishte shumë për të thënë, përveç asaj që thuhej në pergamenën që mbante në duar. Ai nuk ishte ekspert për të gjitha çështjet sociale dhe politike, por ai ishte dikush që ja kishte kushtuar jetën e tij librit të ligjit, dhe ai e kuptonte që arsyeja pse shkonte nëpër qytetet e Judës ishte që ta bënte të njohur atë libër. Kur kaloni në periudhën pas mërgimit, atëherë ndoshta gjeni ilustrimin klasik të kësaj detyre. Prandaj le të shkojmë te Nehemia dhe t'ja kujtojmë vetes atë gjë, si dhe tablon e mrekullueshme ku Ezdra thirret për të sjellë librin e ligjit. Ju kujtohet Nehemia 8. Atje kemi këtë përshkrim të mahnitshëm të Ezdrës, mbi një tribun prej druri. Arsyeja pse ai qëndronte mbi një tribun të lartë ishte që të mund ta shihnin dhe ta dëgjonin. Sigurisht që ju e njihni mirë këtë episod. Nëse ndonjëri nga ju ka pasur privilegjin që ta dëgjojë ekspozimin që Erik Aleksanderi i ka bërë kapitullit 8 të Nehemias, e di se nuk ka shumë që mund të bëjmë me të, përveç se ta marrim dhe t'ja lexojmë sërish njëri tjetrit. Mirë po Ezdra lexoi nga libri i ligjit. Te vargu 3 thuhet se lexoi me zë të lartë, nga agimi deri në mesditë. Një predikim shumë i gjatë. Dhe në sheshin që ndodhet para portës së ujrave, përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin, dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Këtu ju jepet tabloja që ai po qëndronte në tribunën e lartë dhe të tjerët ju bashkuan atij për ta shumëfishuar ndikimin e fjalës në vargun 8. Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. Ndërkohë që presim sesionin e radhës, kjo është në thelb shërbesa ekspozuese, apo jo? Pa i komplikuar gjërat më tepër se kaq, ata lexuan nga libri, e bën të qartë, treguan kuptimin në mënyrë që populli të ishte në gjendje ta kuptonte dhe ta zbatonte në jetën e tij. Në të vërtetë, ky duhet të jetë testi i madh i gjithë mësimdhënies son.
A është nga libri i Perëndis? A e kemi bërë të qartë? A e përçuam kuptimin? A e kuptuan njerëzit? Në leksion e drejtuar studentëve të tij, Spurgeon i thot këtë në lidhje me natyrën udhëzuese të predikimit. Nëse nuk jemi predikues udhëzues dhe që me të vërtetë i ushqejmë njerëzit, mund të jemi citues të Zotit të poezive të holla dhe trumbetues të Zotit të opinioneve të kota të tjerëve, por do të jemi si Neroni i lashtë, i cili luante muzikë ndërkohë që Roma po digjej dhe dërgonte anije në Aleksandri për të sjellë rër për arenën, ndërkohë që populli po vdiste nga uria. Kur e gjurmojmë këtë gjë, nisim të kuptojmë që pikpamja e Calvinit për predikimin, në fakt, ishte shumë e dobishme. Dhe dua të them që ishte edhe shumë biblike, që kur lexoni pikpamjen e Calvinit për predikimin, zbuloni që R.S. Wallace, në librin e tij Doktrina e Calvinit mbi jetën e krishterë, Grand Rapids 1961, në faqen 143, në fakt tregon se Calvini e shihte predikimin e fjalës si diçka që u përket institucioneve të krijimit që janë martesa dhe qeveria, që Perëndia e kishte dhënë predikimin që të ndodhte brenda këtyre institucioneve të krijimit. Calvini pa në vendin e shquar që i është dhënë predikimit dhe dëgjimit të fjalës së Perëndisë, një ripërtëritje të rendit të vërtetë të natyrës. Ai tha: "Na është dhënë fuqia për të komunikuar me njëri tjetrin, jo thjesht për të blerë çizme, këpucë dhe kapele, por që t'i përdorim gojën dhe veshët tanë për ta udhëhequr njëri tjetrin në besimin që ngrihet drejt qiellit, në meditimin për vetë Perëndin." Ai thot se goja na është dhënë për popullatën e përgjithshme që të mund të predikojmë. Por aq sa ajo mund të jetë e vërtetë, duket qartë që përgjegjësia e predikuesit është që të sigurohet që Perëndia po përlëvdohet. Tani, nëse kalojmë një herë në Dhjetën e Re, është e qartë që shërbesa e Jezusit është e zhytur në Shkrimin e Shenjtë, madje që nga fillimi i saj. Nëse shkoni tek Ungjilli sipas Markut, në kapitullin e parë, pasi Jezusi është përfshirë në një mbrëmje të mrekullueshme shërimesh dhe dëbimesh demonësh nga ata që kishin qenë të pushtuar prej tyre, sipas vargu 33, gjithë qyteti ishte mbledhur te dera. Jezusi kishte shëruar shumë që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon. Dhe të nesërme në mëngjes, kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. I sfiduar nga kjo, pyeta veten se sa shpejt zgjohem në mëngjes për të shkuar në një vend të vetmuar dhe për të lexuar gazetën New York Times, në vend që të shkoj në një vend të vetmuar për të lutur. Pastaj, në vargun 36 thuhet: "Dhe Simoni dhe ata që ishin me të ju vun nga pas. Dhe kur e gjetën, i thanë: Të gjithë po të kërkojnë." Në thelb, ata po thonë: "Jezus, kjo është e papar. Ajo që ke filluar këtu është e jashtëzakonshme. Mendoj që nëse vazhdon kështu si tani, nuk do të kaloj shumë kohë para se ta kesh themeluar mbretërinë." Dhe pastaj, sigurisht që vjen përgjigjja e Jezusit në vargun 38. "Le të shkojmë në fshatrat e afërme." Ata e pyesin: "Të shkojmë diku tjetër?" "Le të shkojmë në fshatrat e afërme." Në fshatrat e afërme. Pse? Që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Prandaj ata udhëtuan në gjithë Galilen, dhe ai predikonte nëpër sinagogat e tyre dhe dëbonte demonët. Kur e shohim në sinagogën e Nazaretit të Luka 4, çfarë po bën ai? Ai po merr fjalën e Perëndisë dhe profecia e Isaias dhe po thotë: "Sot ky shkrim u përmbush në veshët tuaj." Rrugës për në Emaus, te Luka 24, ai po flet me dy udhëtarët e trishtuar dhe fillon me shkrimet dhe u shpjegon atyre të gjithë gjërat që kishin të bënin me të. Ai thjesht po bën shërbesë ekspozimi të Shkrimit të Shenjtë. Prandaj, ai po themelon një model që apostujt e ndjekin. Mund të ketë pasur raste dhe realisht kishte të tilla kur ati ju desh të thoshte atyre: "Kam qenë kaq shumë kohë me ju dhe ju ende nuk më kuptoni?" Ai duhet i ketë parë dhe tu ketë thënë: "E dini çfarë? Duket se këto po hyjnë në një vesh dhe po dalin nga veshi tjetër. Ka shumë gjëra që ata nuk po i kapin dhe prandaj duhet t'u jap një kurs tjetër për këtë gjë." Fatmirësisht, anëtari i tretë i Trinis do të vijë dhe do t'i mbush boshllëqet. Sa shumë duhet të jetë gëzuar ai kur i pa nga qielli dhe dalloi Pietrin të çohi. Pietrin nga gjithë dishepujt e tij dhe të niste një predikim të jashtëzakonshëm ekspozues që e gjejmë te Veprat e Apostujve 2. Ai i kthehet Biblës dhe nis t'i shtjellojë Shkrimet e Shenjta. Çfarë zbuloni? Të njëjtin model në të gjithë librin e Veprave të Apostujve. Në të gjithë këtë, faktori themelor është që predikimi, dhe tani po shohim thjesht predikimin në Bibël. Pra, predikimi ishte i themeluar në Shkrimin e Shenjtë, ishte i fokusuar te Krishti dhe synimi i tij i madh ishte lavdia e Perëndisë.
E kuptoni se ajo që po themi është që duket se në kohën tonë predikimi është lënë më njanë. Kisha nuk beson më te predikimi. Prit pak, thot dikush. A je I sigurt që ke një bazë të vlefshme për të reflektuar kështu? A e ke konsideruar me të vërtet gjendjen e predikimit përgjatë gjithë epokave? E po, ajo që po sugjeroj është që po, e kemi konsideruar. Kur shohim Biblën, zbulojmë që ai lloj predikimi gjendet aty si shprehje e veprës së Jezusit dhe e dishepujve të tij, por edhe si model për ne. Prandaj, vetëm shkrimi I shenjtë na siguron standardin me anë të cilit ta vlerësojmë predikimin e vërtet të krishterë në çdo epokë. Dua të them që çështja reale është nëse I gjithë predikimi ynë, siç vlerësohet nga plumbçja e shkrimit të shenjtë, përputhet me këtë standard. Prandaj duhet të pyesim veten se çfarë po bëjmë. Nëse ai lloj predikimi që gjejmë në Bibël është I bazuar në shkrimet e shenjta, është I fokusuar te Krishti dhe në fund të fundit është për lavdinë e Perëndisë, a I kam edhe unë këto gjëra në mendje ndërkohë që I afrohem së dielës? A do t'i sjell njerëzit e mi te shkrimet? A do të krijoj brenda njerëzve një uri të vërtetë për shkrimet? A do t'i çoj ata te Jezusi? Sepse Bibla është një libër për Jezusin, apo jo? Këtë e din nga shkolla e së dielës. Në dhjetën e vjetër, Jezusi parashikohet. Te kungjit, Jezusi zbulohet. Te veprat e apostujve, Jezusi predikohet. Te letrat, Jezusi shpjegohet. Dhe te zbulesa, Jezusi pritet që të vijë. Apo I sjell njerëzit te Krishti? Mendoni për disa nga predikimet tona. Atyre mund të mungoj Krishti. Në fakt, derisa t'i kemi sjell njerëzit te Jezusi, ne nuk kemi bërë asgjë. Mund t'i kemi informuar për copëza të ndryshme informacioni, të cilat nuk I dëmtojnë në asnjë mënyrë, por nuk I kemi sjell te Jezusi. Pastaj vrisni mendjen se përse ata largohen me bllokun e shënimeve dhe me ndjesinë e përhumbjes. Kjo ndodh vetëm për shkak të asaj që di për ty, Zoti dhe Perëndia im. Zemra më mbushet me lavdërim dhe buzët me këngë. Predikimi I etërve të hershëm të kishës. Nëse vetëm shkrimet e shenjta janë ato që na sigurojnë standardin me anë të cilit mund ta vlerësojmë predikimin e vërtetë të krishterë, çfarë mund të themi atëherë për predikimin nga koha e dhjatës së re dhe gjatë etërve të kishës së hershme? Ju thoni, kjo na kthem pak pas në kohë, apo jo? Po, mendoj se kam disa shënime të vjetra nga Kolegji Biblik I Londrës, LBC, diku këtu, të cilat nuk është se janë shumë të mira, pasi nuk është se shkruaja shumë qartë. Ju që jeni historian të kishës, do t'i dalloni gabimet dhe boshllëqet, por nuk ka problem. Mos u përshpërisni me zë shumë të lartë miqve tuaj. Në ditët e hershme, modeli që u ndoq nga njerëz si Ignaci kur I shkruan Polikarpit, ishte që ai po I referohet homilisë. Në letrën e dytë të Klementit, e cila mendohet se daton rreth vitit 135 apo diçka e tillë, shihni të njëjtën gjë. Në librin Mbrojtja, Apologia, të Justin Martirit, gjejmë sërish një shembull të përkushtimit për të përleshur me shkrimet e shenjta dhe për t'i shpallur ato. Ajo që zbuloni kur ktheheni pas në kohë dhe lexoni gjithë ato shkrime të vjetra, është që burra si Klementi I Aleksandris dhe Origjeni në thelb ndërtuan një urë shpalljeje, e cila vazhdoi deri në kohën e Krizostomit dhe Agustinit. Prandaj mund të thoni, po ishte mirë, ose ishte keq, ose ishte ndryshe, por në thelb ishte e pranishme. Gjatë gjithë kohës që po ndodhte kjo, kishte edhe ndikime të tjera, të cilat e minonin përkushtimin ndaj një lloj predikimi që ishte I bazuar mbi shkrimin e shenjtë, I fokusuar te Krishti dhe që si synim të madh kishte për lëvdimin e Perëndisë. Ç'lloj ndikimesh vepronin në atë kohë? I pari ishte ndikimi I alegorisë. Ndikimi I alegorisë. Kur ktheheni dhe lexoni leksionet tuaja të vjetra, I kujtoni vetes që gjatë shekujve të parë ka pasur një periudhë kohe kur hileja ishte që t'i trullosni dëgjuesit tuaj, duke u siguruar që gjithçka duhet të ketë një kuptim tjetër, saqë dëgjuesit e dinë që nuk ka mundësi të ketë kuptimin e drejtë për drejtë. Sigurisht që ka një kuptim tjetër. Kjo gjë kontribuoi më së shumti në idenë që Bibla është një kuti hilesh. Prandaj, kërkohej që të ishe magjistar për ta nxjerrë macen nga qesja apo lepurin nga kapelja. Dhe shumë njerëz ishin gati të dilnin dhe të luanin rolin e magjistarit. Sigurisht që kjo na çon aty ku ishim herën e kaluar, dhe nuk kap se t'i kthehemi. Qëndrimi ishte që gjithçka duhet të ketë një kuptim tjetër. Natyrisht që ekziston një lloj predikimi me anë të cilit predikuesit I pëlqen të intrigojë njerëzit, thjesht duke shtrembëruar sadopak tekstin. Sa për të bërë që të duket sikur personi normal në bashkësi nuk do të jetë kurrë në gjendje për ta kuptuar Biblën, po të mos ishte magjistari që vjen rregullisht në mëngjes dhe në mbrëmje. Dhe ndodh që kjo sërish krijon një prift dhe na kthen në sferën e katolicizmit romak, ku shpirtrat e mirë janë thjesht duke pritur derisa të ushqehen me thërrimet e urtësisë së atij që di. Ai është I vetmi që di, pasi gjithçka duhet të ketë një kuptim tjetër, dhe ai është I vetmi që mund të thotë se çfarë kuptimi ka.
Ne duam që t'i themi bashkësisë son, për dëgjoni, edhe nëse keni bërë 8 klasë, mund të bëheni një student shumë i mirë i Biblës. Nëse mund të lexoni dhe nëse e lexoni Biblën tuaj me kujdes, atëherë jam plotësisht i bindur që mund t'i zbuloni të gjitha pikat kryesore dhe të qarta në Bibël edhe me 8 apo 9 klasë shkollë. Ndoshta edhe me më pak se kaq. Prandaj, le të mos e vendosim veten tonë në një piedestal, dakord? Prandaj, alegoria po vepronte kundër predikimit ekspozues. Gjëja tjetër ishte që fokusi kaloi te retorika, dhe kjo gjithashtu veproi kundër predikimit. Sigurisht që kjo nuk ishte e veçantë vetëm për atë kohë, kështu vazhdon të jetë edhe sot. Kjo është një qasje që u përpoq t'i drejtohej kryesisht vatrave të nxënjes. Me këtë u përpoqën që t'i ngrinin gjërat në një nivel më të lartë dhe të thoshin: "E dini çfarë? Ne jemi shumë të zgjuar për gjithçka dhe duam që ju ta dini se sa të zgjuar jemi." Dhe natyrisht që kjo është krejt e kundërta e mënyrës se si Pali shkoi në Korint. Në fakt, ai vetë ishte shumë i arsimuar, por vendosi ta linte më njanë zgjuarsinë e tij që të mund të shpallte marrëzinë e kryqit. Sepse e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishtit, edhe atë të kryqëzuar. Sa herë që na ftojnë për të folur në një nga institucionet e shquara, ne kemi nevojë që t'ia kujtojmë vetes këtë gjë, apo jo? Mua më ftojnë shpesh të shkoj në Universitetin Case Western University, ku ka shumë njerëz, të cilëve Dick Lukasi u referohej si truri i masës 12. Ata janë aty, janë të ulur dhe të humbur në intelektin e tyre. Në fakt, ata me sinqeritet më trembin për vdekje. Zakonisht më duhet të shkoj me makinë dhe kam dikë me vete. Prandaj përpiqemi që ta inkurajojmë njëri tjetrin, Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Le të mos bëjmë gabim që të përpiqemi t'i mundim në lojën e tyre. Prandaj, kundër predikimit punonte alegoria, fokusi te retorika dhe, së treti, zhvillimi i liturgjisë. Këto gjëra nuk janë unike për atë kohë. Dua të them që ato edhe sot vazhdojnë të punojnë kundër predikimit ekspozues. Para 3 javësh isha në Oxford. Të dielën në mbrëmje, shkuam në katedralen e Krishtit në Oxford për shërbesën mbrëmjesore me këngë. Atje ishte një kor shumë i bukur. Ishte e papar. Mirë po Bibla nuk u shpall në asnjë çast. Ajo nuk u shpall fare. Në fakt, në takime të tilla, ajo nuk ka pse të shpallet. Prandaj ju them miqve të mi të mirë ungjillor anglikan, merreni shërbesën mbrëmjesore me këngë dhe shtojini Biblën. Kjo është një shërbesë e mrekullueshme, e shijoj shumë. Mirë po do të doja që dikush të kishte thënë: "Tani le të marrim një pasazh nga Bibla që sapo e lexuam dhe le ta rrokim kuptimin e tij. Le ta mbështesim këtë mesazh në Bibël, le ta përqendrojmë te Krishti, le ta bëjmë për lavdinë e Perëndisë dhe le të largohemi pasi të kemi ngrënë pak ushqim për mëngjesin e së hënës." Në vend të kësaj, të gjithë njerëzit u larguan duke thënë: "Ua, kjo ishte vërtet e mrekullueshme, apo jo? Kori këndoi shumë bukur." Vërtet bukur kënduan. Mirë po zhvillimi i liturgjisë e nxori jashtë predikimin ekspozues, ose mund ta bëj, dhe kundër kësaj duhet të luftojmë. Dakord, kjo na sjell tek Agustini, apo jo? Ju thoni: "E po, nëse e thua ti, kështu duhet të jetë." Më kujtohet një tip që vendosi të predikonte gjithë Biblën në një predikim të vetëm. Pasi kaloi një farë kohe, ai tha: "Tani kemi arritur tek Isaia. Çfarë të bëjmë me të?" Dhe dikush i tha: "E po, ai mund të ulet në vendin tim, pasi unë po largohem." Prandaj, tani kemi arritur tek Agustini. Çfarë të bëjmë me të? Dikush tha: "E po, pse të mos shkoj të marr një kafe dhe pastaj më trego kur të kthehem."